Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio njoftoi të shtunën se administrata e Trump ka pezulluar lëshimin e vizave për gjithë individët që udhtojnë me pasaporta afgane, duke argumentuar se Washingtoni nuk ka prioritet më të lartë se mbrojtja e amerikanëve. Ky vendim vjen pas një incidenti të thunshëm në Washington, ku një shtetas afgan sulmoi antar të gardës kombëtare, një prej të cilëve humbi jetën. Shërbimet amerikane të shtetësisë dhe imigracionit konfirmuan vendimin për X, duke thënë, duke filluar menjëherë përpunimi të gjitha kërkesave për imigracionin që lidhen me shtetasit afgan, është ndalur për një kohë të pacaktuar në pritje të shqyrtimit të mëtejshëm të protokolleve të sigurisë dhe verifikimit, por ky vendim prek drejt për drejt edhe Shqipërinë. Deri në janar të këtij viti, më pak se 700 afgan vjonin të qëndronin në Shqipëri, kryesisht si pjesë e programeve të resettlement, pas marrjes së pushtetit nga talibanët në Afganistan. Të dhënat të përditësuara nuk janë bërë ende publike nga institucionet shqiptare, duke lënë të paqartë fatin e këtyre personave në pezullimin aktual të vizave. Pas largimit të SBA-s nga Afganistani, të gjithë individët që bashkëpunonin me ta u larguan disa në SBA e disa në vende partnere, derisa të bëhen nxjerrja e vizave. Në Shqipëri erdhën mijëra persona, por afro 700 vet u bllokuan dhe me gjas do të mbeten përgjithmonë këtu. Bllokada e parë u bë që në fillim të vitit, ku Trump bllokoi ndihmën e huaj, por pas këtij zhvillimi, duket se gjasat e largimit janë zero. Ngjarja e dhunshme në Washington ka shkaktuar ndryshime të menjëhershme në politikat e imigracionit nga administrata Trump. Departamenti I Sigurisë Kombëtare DHS njoftoi se sulmuesi, shtetas afgan, kishte ardhur në SBA përmes një programi resettlementi të nisur nga administrata Biden në vitin 2021, I quajtur Operation Allies Will Come. Programi kishte për qëllim vendosjen e afganëve të cënueshëm pas rënies së Kabulit, por republikanët kanë akuzuar pa paraqitur prova se disa individ nuk ishin verifikuar siç duhet. Si pasojë, DHS ka pezulluar përkohësisht përpunimin e të gjitha kërkesave të imigracionit për shtetasit afgan, duke rishikuar protokollet e sigurisë dhe verifikimit. Sulmuesi, 29 vjeçari Ramanullah Lakanwal, kishte hyrë në SBA më 8 shtator 2021, pak pas rënies së Kabulit. Ai kishte një aplikim aktiv për vizë speciale imigrimi, por ju akordua azil nga administrata Trump. Sipas informacionit të publikuar nga qeveria amerikane, programi përfshinte një proces shumë fazor verifikimi, duke përfshirë mbledhjen e gjurmëve të gishtërinjve dhe fotografive, si dhe bashkëpunim të agjencive të ndryshme si FBI dhe Qendra Kombëtare për kundër terrorizmin. Megjithatë, disa zyrtar republikanë dhe drejtues të FBI kanë deklaruar se në praktik ky verifikim kishte I mjaftueshëm, duke I lejuar individ të paverifikuar të hynin në vend.